politika është ndryshe, nuk është politika për sadak, se nuk blihet perspektiva me 100 euro. Unë shpresoj shumë që të rinjtë tanë t'i kenë ambicjet edhe kërkesat nga shteti shumë më shumë se 100 euro. Po jo me jardë 100 euro në zarf për para zgjedhjeve. Kur zgjedhet një parti politike për të qeverisë, duhet të zgjedh se si të investoj në projekte zhvillimore që kërkojnë ose që japin mundësi që të hapin vende pune për njerëzit tanë. Shikoni, rinia si asnjëherë më parë po largohet prej Kosovës si mungesë e projekteve zhvillimore. Prandaj, me 100 euro nuk mundesh me ndalë rinin me ndalë me jetu në Kosovë. Po me 70 milion euro mundesh me ndërtu një fabrikë që krijon vende punës dhe mundesh me ndalë qindra të ri mos me lëshu Kosovën. Që kjo është shembulli i thjeshtë i cili e ilustron që me nga 100 euro studentëve nuk ja u rrit mundësitë e tyre për jetën e tyre që ata të studiojnë më mirë. Çka po ndodh në Kosovë është që edhe duke ja heq kostën e studimeve, edhe duke ja dhënë 100 euro, studentët po na largohen. Universiteti i Prishtinës sot ka 10.000 studentë, më pak e universitetet e tjera në tërësi kanë 30.000 studentë më pak që studiojnë në Kosovë. Pse? Sepse të rinjtë tanë po lëshojnë Kosovën. E pse lëshojnë Kosovën? Si rezultat i mungesës së politikave adekuate. Dhe këta për 5 vjet çdo politika i kanë bërë. Këta marrët ju. Absolutisht. Përgjithësia i bjen 5 viteve të fundit, sepse historia nuk nis me 5 vjet. Jo, po, absolutisht. Po, të tjerat parti e kanë pagu çmimin e mos qeverisjes në mënyrën më të mirë të mundshme. Njerëzit e kanë kërku një ndryshim. Dhe çka është ndryshimi? Kemi vetëm rënje te poshtë Kosovës. Në çdo politikë, po çe po e marrim edhe tek punësimi edhe perspektiva për të ri. Andaj, ne duhet i mbajmë përgjegjës vetëvendosjen për mungesë politikave zhvillimore për të rit dhe mungesë të totalit perspektivës. E me nga 100 euro, unë shpresoj shumë që të rinjtë tanë t'i kenë ambicjet edhe kërkesat nga shteti shumë më shumë se 100 euro. Po jo me jardë 100 euro në zarf për para zgjedhjeve. Të rinjtë tanë duhet me qenë koshient dhe mos me pranu me u ble me 100 euro. Ata duhet me kërku prej politikës, prej politikanëve, perspektiv shumë më shumë se 100 euro. Pra këta do me reflektu që mos me u ble me pëthu që qytetari i Kosovës nuk do të më u ble me para, po? Qytetari i Kosovës do të me kërku ma shumë prej politikës, vend pune, trajnime profesionale, fabrika, do të me kërku perspektiv, me shku me pas bursë sa me universitetet të tjera, shkëmbime, do të me kërku kushte të studimit, të rinjtë tanë do të me kërku shumë ma shumë prej qeverisë, jo 100 euro, se 100 euro nuk është kur një zgjidhje, aq ma pak me u manipulu që në kohë zgjedhjesh me i marrë 100 euro për mja dhonë votën dikujt. Kjo është e pafalshme, se nuk blihet perspektiva me 100 euro. Unë këtu kam një thirrje për të rinjtë, mos lejoni asnjë politikan në botë me ja u ble perspektivën me 100 euro. As unë, as nga kërkush, se është viti 2025, e ty takon e drejta botës me studiu, me krejt të mirat e botës, se Kosova i ka kapacitetet, po jo me 100 euro, se nuk është mënyra e duhur. Aja regjia, vetën ju lutëm të Albin Kurti dje, që tha që ne kemi bomë vazhdimësim fund vetë, nuk o që e kena bo për shkak të zgjedhjeve. Po e prasë që të vidëm. A kanë qenë ato shtesa dhe vitin e kaluar? A kanë qenë edhe para vitit kaluar? Çdo herë para vitit të ri, kur kemi dimër e kemi festa, ne i gëzojmë më të moshuarit edhe fëmijët. Fëmijët kanë nevojë jo për shtesa, ka nevoj për kushte të mira në shkolla, ka nevoj për qerdhe, që t'ju rezervoj shteti një vend që se cili fëmijë ketë qasje në edukim të hershëm. Ka nevoj për shujta. Po thot që e kom bon vazhdimësi. Po thot që e kom bon vazhdimësi. Shujta, ju ka premtu shujta para 5 vitesh, asnjë shujt të vetme s'ja ka dhënë asnjë fëmije në Kosovë. Ju ka premtu kushte dinjitoze në për shkolla, i ka përfundu qeveria me suficit, paratë pa shfrytzuar se nuk ka ditë me i shpërndarë në shkolla ose nuk ka dashur. Perspektiva ndërtohet ndryshe, politika është ndryshe, nuk është politika për sadak, është për perspektivë, për kushte më të mira. Rrymën ja ka shtrejtu. Gjithë vështërsitë që i kanë familjet tona reflektohet tek fëmijët.